Andoni, si e shef situatën shtator? Tashmë Partia Demokratike apo opozita, po Partia Demokratike ajo është opozita, vazhdon ankimimet, zgjedhjet janë pandershme, në një kohë që zgjedhjet janë certifikuar edhe nga SBE-u, diri, nga Komisioni i Zgjedhjeve. Në shtator krijohet parlamenti, një në anë këto thonë nuk i do t'i njohim këto zgjedhje. Vazhdon kënga e Kukuvajkës, sot më bëni përshtypje dhe një fjalë patetike e Albana Vokshi në Parlamentin Evropian, gjë që ne e pam vetë në televizor, jam kërcënuar me familje, me vajze, ku i diun. A mendoni se do të kenë rezultat me këtë mënyrë që ka zgjedh Partia Demokratike? Jo, nuk e besoj, dhe trishtimi më i madh është që shqiptarët nuk kanë një forcë me cilën të identifikohen në opozitë. Unë besoj ka shumë njerëz, besoj fusa dhe veten që e duam ndryshimin edhe krimin e një djathte. Më vjen keq që njerëzit që morën monopolin e të djathtës në vendin tonë janë njerëz që fillimisht nuk arrin ta kuptojnë, po e dyta që e degeneruan kuptimin e të djathtës shqiptare, që për hir të vërtetës, edhe nga ana historike, nuk u bë asnjëherë djathtë. E para sepse një pjesë e tyre u munduan në shumë kohë që të shfrytëzonin resurset e vendit. E dyta, me pushtetet e tyre të shkonin shumë tepër, dhe këtu kam njerëzit para luftës dytë botërore, ata që morën pjesë në luftë e shpërbën e përdorën shumë keq një pjesë të djathtëve, tim atë që ndodhi me komunizmin, ndërsa të djathtët mbas vitit 90, që shumë kanë ardhur nga mitra e komunizmit, më vjen keq, e kanë degeneruar të djathtën në këtë moment që duket sikur është bërë tani nevoja e një apeli publik për ta ngritur një të djathtë. Si do të jetë dhe opozita. Dhe që do jetë opozita. De facto, unë nuk mendoj që kemi opozitët. Po mendoja që për ta do ishte fati i madh nëse Edi Rama do të tregonte edhe nga ana ideologjike që është i djathtë, sepse Edi Rama po e drejton Shqipërinë si djathtë. Por nuk është fati i tyre, duket që shumë njerëz të smajtës janë më shumë për shtetin se sa pjesa e të djathtës në thonjza, që në mendimin tim nuk janë fare djathtë. Gati është emergjencë kombëtare bërja e një të djathtë shqiptare, duke evokuar të djathtën historike shqiptare që burimet janë shumë të pakta.